Specialistë sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan shtetasin AG 22 vjeç banues në Vahun e Dejës, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë duke bërë manovra me automjetin që e drejtonte në gjendje dehur. Gjatë kontrollit fizik, 22 vjeçarit i u gjet një sasi lëndë dyshuar narkotik kanabis, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetasin AV 37 vjeç banues në Shkodër, pasi gjykata shkallës së parë të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprim penal e vjedhja kryer në bashkëpunim. Specialistë sektorit të Policisë Rrogore arrestuan shtetasin TV 42 vjeç banues në Shkodër, pasi dje me automjetin që drejtonte në gjendje dehur dhe pale e drejtimi ka përplasur automjetin me drejtues shtetasin DS banues në Shkodër dhe me pas larguar me automjet. Gjithashtu specialistë sektorit të Policisë Rrogore reformadalën e prokurorikut nisi procedimin penal për si të MB 75 vjeç banues në fshatin Mjed, pasi u kap duke drejtuar motomjetin në gjendje dehur. Femër 60 vjeç banues në fshatin Zues, pasi duke drejtuar motomjetin pale drejtimi ka humbur kontrollin dhe është rrezuar. Ai mori ndihmë mjekësore në spital dhe u largua në banesë. PL 66 vjeç banues në fshatin Grudere, pasi u kap duke drejtuar pale drejtimi një motomjet pa targa. Një 70 vjeçar pasi u konstatuar duke drejtuar një motomjet elektrik pa targa. AK 71 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar pale drejtimi një motomjet pa targa. Po këta specialistë referuan me dalën e prokurorisë për vlerësim për rastin e poshtme, ku dje në aksin rrugor Shkodër Hanihotit, shtetasi GD 21 vjeç banues në fshatin Hot duke drejtuar automjetin dyshos gjatë një parkalimit gabuar ka humbur kontrollin dhe sipas së automjeti ka dalë nga rruga. Pas ekzaminimeve në spitalin rajonal Shkodër, ai është dërguar për shërbime të specializuar në spitalin e traumës dhe është i lartë rrezikut për jetën. Dje në aksin rrugor Lesh Shkodër, shtetasi RP 26 vjeç banues në Fier duke drejtuar mjetin kamionxhin dyshose për shkak të mosruajtjes së distancës me automjete të tjera ka goditur automjetin që drejtoi nga shtetasi GN 71 vjeç banues në Gramsh, sipas së dëmtuar le drejtuesi automjetit shtetasi RP dhe pasagerë në automjetin e tij shtetasi KP, të cilët kryen ekzaminimet në spital dhe u larguan në banesë. Specialist për hetimin e krimit ekonomiko-financiar reformadalën e prokurorikut nisi procedimin penal për shtetasin GZ 54 vjeç banues në Shkodër për veprim penale mashtrimi, pasi ka kallëzuar shtetasi AD 53 vjeç se 54 vjeçari nëpërmjet mashtrimit ka shitur rreth 5 dynim tokë në fshatin Bushrat Vahu i Dejës, pronë e kallëzuesit. Specialist për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj reformadalën e prokurorikut nisi procedimi penal për shtetasin DK 74 vjeç banues në Pule, pasi ka kallëzuar shtetasi KP 35 vjeç banues italisë 70 vjeçari po punon në tokën e pronësit të tij në fshatin Pulaj. Materialet poshturiale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të rrugës së përgjithshëm Shkodër për veprime më të tejshme.